Pare në fali për vonesën, për arsye objektive. Atëherë zbritit në vjen të jeftimi pas 22 për vjen që i bashkët formullin e përshërë. Ideja në Shqilit, merën vite, nga një atime në justicë, që është i bashkërkat në mesajër, i ka dy një atime në prezervajnë të dhe shqilit bashkërkat si të nëndë të mesajër, i ka taj projektërin për me atime në disë se për të të shqilit së përërin të sminë në të tisë të përshërë për shaqë të shumë. Kodit të taj të për mundin të marë mesajër. Raporti i monitorimit të buxhetit për periudhën janar-prill 2026 bashkia fushërës për vendim për miratimin e transport buxhetit dhe ata 2027. Pika 6 raporti i performancës së bashkisë fushërës për vitin 2025. Pika 7 për vendim për miratimin e të parashikimit të ekonomisë pyre zgos në territorin administrativ të bashkisë fushërës. Pika 8 për vendim për miratimin e parashikimit të ekonomisë pyre Sakat Lakiti në territorin administrativ të bashkisë fushërës. Pika 9 për vendim për miratimin e hartës së përfaqësuar të fushës ndarës administrative territoriale të njësive administrative dhe fshatra organizate përkërëse të tyre në bashkisë fushërës. Pika 10 për vendim për miratimin e kërkesës së bashkisë fushërës së bashku me të zëvendësit teknikologjisë për akordimin e ndihmës financiare për familjen e zotit Vladimir Totej, banues në pallatin nr. 6, rrugë Gjimnazi në qytetin e Fushërës, apartamenti i cili është efektuar nga zjarri, kërë në datë 7/6/2026, akordim të problemit kësaj ndihme nga buxheti i bashkisë, programi emergjenca civile. Pika 11 shkëtimi për kërkesën e pjesave të qytetarëve, institucione të tjera, pika 12 të ndryshme. Atëherë, me që shumica e duhur është për plotësuar kushtet për shkëllimin e mbledhjes, në deklarojmë hapur dhe kalojmë te pika 1 miratimin e rendit pjesë së bashkisë bashkëkore datë 29/6/2026. Merë ndihmës ato Vale, Frans. Apo abstenim kundër regli 10 me numrin e plot pjesëmarrësve. Pas një abstenim apo voti kundër. Pika 2. Miratimi për ndërkohësit në ndërshkrim bashkëk datë 25/26, si gjithmonë e ordina e zakonshme, që në ka kuptuar asnjëherë, vazhdim po bëjmë e kërkon perfektu. Sekretarja për pikën 2. Zhvilluar mbledhja në tërësinë e saj pikë për pikë sipas rendit të ditës. Procedura është zbardhur dhe publikuar në faqen web të Këshillit Bashkiak në një herë pas mbledhjes së saj të zbardhur. Unë duke i uru shumë të
Ju kërkoja ta miratoj në të gjevale në radhës së kaluar dhe nësë masin poshtë. Atëherë kush është dakord? Kundër abstenim s'ka. Pika atëherë Frans me komisionin Prevenire për miratimin e ligit të zërshpërzimit. Sektori çështjeve sociale propozon Këshillit të Bashkisë Fusharës projekt vendimi për familjet afatëruese që nuk janë shpallur përfitues nga sistemi i fiksimit, të cilat trajtojnë nga fillimi i kurzuar 6% shpërblet ndihme. Pas verifikimit nga administratorët social të çdo njësie administrative për muajin maj 2026, kena 30 familje me fond 101.773 lekë nga fondi total i ndihmës ekonomike në vlerë 1.696.230 lekë, shpërndar për përfituesit e 6%-shit në shumën 101.544 lekë, sipas njësive. Bashkia Qendër Fusharës ka 13 familje me fond 39.650 lekë, njësia administrative Shaf Mali ka 3 familje me fond 8.059 lekë, njësia administrative Blerin ka 4 familje me fond 18.016 lekë, njësia administrative Fiers ka 2 familje me fond 6.752 lekë dhe njësia administrative i Ballë ka 8 familje me fond 29.067 lekë. Nga sistemi për pikë pa mjaftueshme kanë dalë familjet Mark Çun Marku, Martin Frank Prenga, Ndocstol Brendi, Zef Marash Dita. Largohet nga 6% për këtë muaj Mentor Mus Prela, që është nga njësia administrative Fiers, dhe është bërë i aplikim në ndihmë ekonomike. Është larguar Tër Dedalia, njësia administrative Fiers dhe është bërë i aplikim në ndihmë ekonomike. Shtohen në 6% 7 familje, Flamur e Gjep Miftaraj, që është nga njësia administrative Blerim, Katrina Zef Smalaj nga njësia administrative i Balle, Liza Duecena njësia administrative i Balle, Mark Çunmar për njësia administrative i Balle, Shkelzen Tom Kacuj njësia administrative i Balle, Ndocstol Brendi dhe Zef Marash Dita nga Bashkia Qendër Fusharës. Nëse keni pyetje, Komisioni Qështjeve Sociale, unë kam qenë vetëm s'ka bëjt bo asë herë që do ma. I pa qenë një komision për me gjithë, ne kena folë në zyrë. Dhe, herë në forë kena largu 2 do që ishën dhe të mundë, kena për një rast tjetër, pastaj kena thonë që rikëtajnë prapë ata, por se rrallë nuk ishën. Janë disa që nuk i njëftë eventualisht në mund të flasën për zonën e veta. Nuk kam qenë dakord me mos futin atyre që kemi larguar për një rast për mungesë fondi. Stëtilla ka tregu paka shumë se nuk ka arrit me i bo që të kalu koha dhe me arrit me i bo prapë ata. Dhe ka vendos disa, sepse shumë atë që ma morë elektrish, ka të pru, dhe aty më shë largu. Dhe ka vendos disa persona, ku nuk i njëfë shumë mirë dhe nuk kam qenë shumë dakord. Sepse nuk ka qenë dakord, nëse rrallë e parë të kalon, e të rikëtajnë të zonjat e vetë muar. Dhe për këtë, Këshilli Bashkiak është autoriteti i vetë Këshillit i 6% që cakton. Por ato duhet të qenë, kur na sjellën personat e caktuar, duhet të verifiku mirë nëse ti kemi sjellë 6%. Ne kena sa dush njerëz që janë që nuk përfitojnë të sistemi, por jo vetëm me mush. Ne mund ta kalojmë një herë për këtë gjë, por nëse lavni një kërkesën tonë për herën tjetër për ndryshim, dhe ajo s'mire parasyshesh, përse nuk jam shumë i knaqur me këtë gjë. Syra ka ndoshta punën e vetë dhe si ecën me procedura, por ajo mund të na shpjegojë. Po, atëherë njësia administrative Fiers, specialisti të kjo njësi, ka largu 2 familje. Faktikisht, ne kena komunikuar që të largohet një nga kjo familje. Do më thonë, ma saktësisht Artor Dedaliaj. Largohet ky dhe të bëjë riaplikim në ndihmë ekonomike. Ai largohet nga atë që aplikojnë sistem, por nga 6% që s'ka punëj. Shiko, ne kena diskutu që ky të largohej, kena lënë vetëm lidhja e kalume të Këshillit që të largohej, t'i bëjë riaplikim ndihmë ekonomike. Dhe punojtësi ka largu të 2, shumat ishin 126.000 për njënin, 60 për tjetër, 180.000 lekë minus
Dhe në momentin që në 70.000 lekë, ne nuk mundem me gjithë këtë fund. Kështu që do kompensojmë duke fut familje tjera. Dhe këto familje që janë fut, këto familje që janë fut, këto kanë qenë të gjithë për pikë pa mjaftueshme. Dhe deri unë e kam shpjegu dhe Franci që në sistem ne mund fusim, për shembull, bëjmë një aplikim ne sot për një familje dhe për 3 muaj kërkohet drejt, ne mundna për 3 muaj, domethënë pa I bërë një aplikim prapë çdo muaj mundna me fundime ekonomike. Kështu s'mduket me këto 2 familje që I kena diskutuar dhe te komisioni që janë Piballes, këto kanë qenë dhe më përpara. 6% shkollë kanë qenë, momentin që ka marrë dhe një largu, por I futën për këtë muaj, nuk besoj se ka ndonjë problem. Për mos të djeg fundin. Ju nëse doni me djeg fundin, okay, e djegim. Se nuk e funda të dyja. Dila Zhëni, ka pasaportizimin këtu jeton në Vlerim. Ja kena dhënë 7-8 muaj, edhe duhet me ndrua jo, pasaportizimin të bëjmë Vlerim, të aplikoj për 6% në Vlerim. Kam diskutuar dhe me specialiste. Jo, ka rëndësi për mu. S'ka rëndësi se kam një kontrollor problem, ai kontrollon Edhe kontrollon djegje fundi, kush futet, ku jeton, gjithë kam I kontrollon. 6% e ka fshilë. Ti e ke, po mu mi kontrolloj. Se unë kam pasë sa kontrolloj. Ti si pasi dojë në Nuk e llogari për 6%. Është kompetencë e këshillit. Po ato na kanë kontrolluar, jam të thënë na kanë kontrolluar. Okej, kur vjen kontrolli për marrnim nga ju këshilltarët ose komisionin edhe të vinë ato. Absolutisht. E thjesht. Duhet na kena sepse është kompetencë e këshillit. Unë nuk po them që ajo të mos aplikojë, le të aplikojë. Kur të aplikojë të njësi Vlerim. Kaq. Edhe ne mojmë këtu. Si e gajmë? Për sa I përket A ka qenë, se ka qenë? Prekë se du me Ajo trajtohet në pension me vite shkollë. Punojësit administratë si kanë marrë një ekonomike. Në momentin që të largojmë I punojësit administratë si kanë marrë një ekonomike. Në momentin që largojmë Pjesëtor, pra, punojësin në gjenë civile në bashki dhe ka marrë një ekonomike. Ato s'kam vërë për Po jo, se ta sëroj, 6% ishë për pjesën që ju e mendoni që si koncept. familje Vlerim. Zyra çështjeve sociale do merret me pjesën e ligjit, nuk diskutohet. Edhe ne merrem pjesën e ligjit, por ka disa zona që ligji për shembull atë nuk di me apliku ku diun dhe ki po niqes di me apliku fare, s'mund vjetë. për më apliku për? Që e ofron bashkia me shku, mi marr aplikimin të shtëpia. Po e bani këtë gjë, administrata bashkisë. Bani këtë gjë, Po, ligjit e një ekonomike thotë që çështje sociale, zyra çështjeve sociale vetëm këtu shitet si një zyrë, vetëm zyre, nuk është zyrë statike në negat të zyrë. Por në fakt është zyra që shitet që mund të jetë zyra më e përhapur në Tiranë. Pra të fillu të marrë printe invalidi, te personi nevojë, te smur përnik që kemi ne, rekordimin me institucionet të tjera. Pra, presupozoj që është zyrë shumë aktive në Tiranë. për të bërë një aplikim një ekonomike, ligji është shpreh qartë. Familjet, bashkëshorti bashkë me bashkëshortën duhet paraqiten te zyrat me gjitha dokumentet e nevojshme për të aplikuar ndihmë ekonomike. Vjen bashkëshortja.
se pak do e zbatoj ligjin, se nuk mundojnë një shkonizën e ligjit. Ato që s'kanë ka mundësi për më arë në shpi, në shë socialin shpi dhe olarë obligimin shpi. Normalisht të një verifikat që na shërbimin dhe afrojnë qëtorit, dhe ta bim qëtorit të shërbimin. Sepse janë gjitha njësit administrative ka një kulur. Se a i të morë rrugën dhe të përnjënim ekonomike. Së në fund pojtë e ka japë një këmë së zërë dhe ka shumë. Kontribut i di zërë në komunikë. Se shpia për shumë, një vajtë të sotër. Se gjurë të tanë që kushash, gjurë të kushash. Si këshio kena vendosë vetë një që në përsoja fizik që sen drejtorin e bashkisë Kusharës në marë 6%. Edhe në shkasë në qëtërë unë i kërë një këshkiri nga vetë, ne që e kena propozohu. Nëse shkiri, po, përnojë që janë përbatë. Djetë të mujë, jaj, dhëtë një dhe një zonja me jetu edhe verë 6% që përta në vitin. Ne në të bënë e... 6% nuk janë shumë lekë, janë shumë pak, edhe për disa persone si nuk kanë azitarë, unë edhe janë vetë mu, ose janë njërës me probleme. Ja, për të farë, po je për përshëra që s'majtë tonë. Mira që fundin e 6% me ezauru totalisht. Këtë mundësi ka dhënë lizi këshillit, nga krejt fundi që ka pas dikur këshillin në miratu krejt fundin e linjës ekonomike, të shti ka lënë vetëm vlerën 6%. Unë sugjeroj që ky 6% shi zërat që janë fundit shtetit që këtajnë mrapsh. Që zyra me komisionë e këshin janë të të lu me rrët akord me një tjetër që ne kena orë me një mendim. Por nuk që të morim vendim vetë na. Pra nëse zyra nuk bit akord me komisionë që morim vendim ne, po çështja është se ne mos bëna ne pengesë, pastaj me po këllë. Nuk me fillu me po një herë për të rënë e tjerë. Sepse e morim tash vendimin ne, në absolute e ndryshojmë komplet, por çështja është mos ta ndryshojmë ne. Po ne të vim këtu me një opinion përbashkë mes Këshillit dhe zyrës për arsye të këtyre teknikaliteteve të pagesës. Sa më shpejt batja. Zyra të të thonë mu që ky person e varë për zëtëni, edhe kash, për në thonë, unë kam fut 5, edhe shto, ndoshta me një dërse. Për nuk janë numra. Çështja është nuk janë numra. Nuk janë numra. Nuk është çështje numrash, kjo është çështje pak edhe sensitiviteti, që ti dhe s'ka më numra. Do s'ka më numra, do t'i bëmë në veri numra. Jo, për edhe te reagimi një herë sportin e farë, janë ndjeshur të yzojnë si të këta nga e tjetë, nuk ka bo. Frans, ta kam diskutu shumë mirë, ta kam diskutojnë edhe ta kam diskutu me detoje. Edhe ti kam thonë gjithë argumentat si që duhet. Shkurtën, kam fresh pizë, pëse nuk ka shkurtën? Ashtë largu, unë nuk kam asë gjë me shkurtën dhe me asnjë. Jo, të full për një person që Për gabimin që ka bërë specialisti i thirrjes, që nuk është konsultu për llogaritjen e fundit, që e bën një shurb komplet gjan, ka fut një familje me 60.000 lekë herën e parë muajin se kaloi. Për 60.000 lekë ai dilte tepër. Ku ti marrën 60.000 lekë? Ditë shaktu në fundi ishte më pak. Mirë, kalun në ato. Tashti, great pro, për të, do më thonë, kur bahet rekomandimi, për 6% bahet mas dotës 10. Pro, me dotën 11 bahen rekomandimet për 6%. Dota 10 ishte myll, një dirë me 10 është sistemi hub dhe nuk më lijet mu me bë aplikime mas dotës 10. Kështu që kur është fut kjo familje me 60.000 lekë, unë jam detyruar me largu 2 familje tjera, që të plotësojnë këtë shumën e 60.000 lekëshit. 62.000 lekë, 2.000 lekë ishin ndjenjë. Që kështu u largun këto. Dhe janë bërë për reaplikim këtë muaj, sepse nuk ishin se si me bërë aplikimin. Edhe nuk ko asnjë lloj problemi sa është largu, sepse ju vetë keni vënë një herë 3 muaj banë reaplikime për familjet që trajtojnë me 6%. Nuk e shoh se çfarë problemi ka këtu. Çfarë lufte, pse bashkë të bote. Jena ta korsu këtë anë se ato dyja, që janë hesh, dëri, futet edhe ka. Po, dëri futen, do dilen, do... Dhe themi prapë dhe sot. Dila E votimi dhe sot edhe ka. Dila që është në vlerim, ka për ta bu aplikimin në vlerim. Shkurtja do futet këto në bashkinë Fusharës. Po dje që një Po ju nuk e dini se si
funksionon 6%, në qëse ju nuk e dini, në mbledhjen e radhës ja u shpjegoj. Po jo, mos bëni pyetje këtë. Pyetje këti. Nuk ka ardhur vendimi, ja është bërë aplikimi një tjetër dhe? Vendimi nuk ka ardhur akoma, do të është 29, nesër ose me një vje vendimi. Ja bo aplikim për një Po. është këtë prit me orë vendimi. Po, momentin që më del mu pra për pikë pa mjaftueshme, bëhet në muaj. Deri atëherë ne po e votojmë dhe ja kalojmë shkurtës me 6%, edhe esim atë kush ashtu. Duhet me kohë për doktor, se mos i vjen vendim që mos i vjen me se do ta ndrohet deri projekti, sepse ta ne kemi rënë dakord edhe një herë shumë mirë, kemi rënë dakord se kur pahen komisioni me zyrën din dakord dhe ne parashisim draftit proposta. Është krejtë të thjeshtë. Një kohë që e kena diskutuar do të dy persona. Unë doj totalisht tjetin që ndrim me ju. Unë nësa asoj vjen Ju hapur ju me ta. Ndjekesh. E di që ju hapur. Jo, nuk na hap krejt vërtërët e krejt listat. s'na hap punë fare, po çështja është se na ngjimet s'ka shumë, gjus asoj vjen vendim. Që përfiton një ekonomike na ngjimet s'ka shumë e pa e zavuar. Se na hapur me zgjuar. O doktor, unë shpresoj se ato kanë marrë vesh shumë mirë, zyra. Atëherë. Nxjerr një punë Që ta fort. dini një gjë, të nderuar kryetare, se po flas për ty. Ne bëjmë një amendim të projektit që kemi për ju, e hedhim votën në aty dhe pastaj ju punoni kimi të ju se ju shkruani sugjerime për budget. Problemi është që me qenë korrekt, jo më të në kena punë që bëhet që për një ekonomikë, është vërtet. Kjo sa ka po, as nuk është kjo ani. Kjo është asisen. Po jo, se na është për ty, për mu, po nuk jam edhe për ata që më thonë çfarë bërë për sa. Shiko, ti si bashki atë mbështetje e pa ti personi. Kështu që ne themi se ta si kena, ne ta ofrojmë. Po jo se nuk ka ndonjë sa kjo që t'ja bëjmë ne. Ka se po të paktën ne Edhe persona që i propozoj për ne nuk fuzë në qytetin tonë njerëzorën Po ne finalisht. diskutova pak edhe për tipin pa fillu. Ti verifikoj pak sepse 1/6% e di shumë mirë se i ka 3 makina në dorë. Ja kanë fal, pa mi më natë të makina. Edhe e bërë për shembull ju. Sistem nuk figuroj me makinë. Ato më të keni arë tjetër. Po ka punë shlërinë. Çfarë do të bëjmë për shtëpia? A janë fix njerëz që Kanë marrë me fut, po jo. Ti aje, tretin, për shembull kjo është e vogël. Dha të zyra sociale. Ne vaj pyetje, kada personi janë shtu në vogël. A janë fix për social? Të tonë janë? Pra, ju ta vjen njerëz që vin ose njerëz ose si njerëz. Gjithsesi unë kam Ato për jetu jetojnë një bolle. Po të në këshu është thënë nga specialisti i njësisë. Po e Jetojnë një bolle. Ajo specialistë Komisioni i Këshillit ka rekomendacione për administratën e pa diskutuar. ti e shef. Ti e kërkon Di më mirë të rëndë se kush është ka nevojë për na dimë specifik, po Zyra sociale kjo vetëm ja bëhet dije, zotëri mos më sjell mua persona si nuk bën, se nuk na dalën këshilli. Kaç Ne ju jemi përshirë në me. unë kam një propozim për kësaj rrallë që kena thonë më herë. Po, Mari më ndodhe. Ne të propozojmë të ndalojmë zyra. Këtë më shumë kujdes herë tjetër vërtet s'ka. Vërtet s'ka. Qeni njerëz të varfër që jeni ju. Po për vete se ka lej. Edhe më kalzën, Me të shmarë fjallë të në përgjim vende. ajo do të ndryshojë volontjet e kërë. Te bërimi ka mos me ka. Kam një miftare e të nga për miftare. Kur janë të nga për një ekonomike. Janë retrapurin. Ti kërkon bëri. Tjetëri. Doktor, lidhen vërtet të kalojmë. Nëse s'na ka ashtu po ne ato duhet të qenë më përgjeshëm. Se ka familje morë, nuk thamë se se meritojnë. Në të përpapër se e morë në rrëve. Katër zyra
këtyra që kanë morën për socialin si e po. Edhe ta garantojnë që ka pas asë se ku ka shpi, ta ka bërë për 6% që se ti ku ka shpi që ta jeme. Shumë ashtu. Jo, po në ti më së në një. Që të dhe është në folë ma shumë, se folë ma dhe ma kesh. Një da... Ju folni po. Në folë të dhe, folë, unë folë, Folni. I një është unë flasë asë e nuk e mirë. Njëjtit persona që kanë qenë janë në Francë. Kanë qenë para një viti. Po para si vjesh kanë qenë. Në se di kur bërë, po kështë qenë. Bura garantë. të kena më të bërë për... Nëse, për këtë mujë që në qëse miratoni një, në qëse nuk e miratoni, më thoni, të rëgoni të pakë. Jo, më të rëgoni se ka me bollu një veprim, se sa të dërshtu nga mirë e ka me botë sistemi. Imaginează scandaleuze, domnul profesor. Zona që kena rrota për. Jo, si vendosit komisioni, persona që kanë djeni për zona, s'ka pse zëtë të punë unë do të mërë në rëshë të rënë, po e përështi. Diskutime dhe projektis është parasyt nga zyra, shpërsojnë që për mund vazhdim të më merën parasyt. Dhe Francë, që diskutojnë se për njërë që të kalim fare që është përshikishme dhe... Ne kena forë, atë që shmorin, atë ka drejt në tonë në dërri, por me kjes për këshirë. Nuk di se të vese që atë. Ne ka Dhe shumë e ka të pas projekti parasyt. Kërën tjetë dhe tonë, si komision. Kundër, abstenim, kundër një. Abstenim. Një. Kundër, s'ka, me 8 vota për një abstenim, zërë kundër, një abstenim. Atëherë pika 4, raporti monitorimit fuqisë për periudhën e janar prit 2022 për Kiev. Ku vemo për një sa ke lësë? Vetat. Unë kam 3 projekte, nuk e di se si janë tradhitme tek Raporti për periudhën janar. Herë, të fillojmë me raportin e monitorimit. Raporti i monitorimit për 4 mujorin e parë vitit 2026. Sipas ligjit 68 për financat e veçërisë vendore është një detyrim që ky raport dërgohet brenda fateve të caktuara Ministrinë e Financave dhe njëkohësisht i dërgohet për njohje Këshillit Bashkisë. Ky raport është hartuar duke u bazuar në ligjin e për veçërisën vendore, ligjin e financave veçërisë vendore, udhëzimin për procedurat standarde të zbatimit buxhetit, si dhe venimin e Këshillit për buxhetin e vitit 2026, që është miratuar në dhjetor të vitit 2025. Ky raport përmban dhëna për të ardhurat dhe shpenzimet në nivel programësh buxhetore. Praktikisht në tabelën e mëposhtme janë të gjitha fundet që vinë në Bashkinë Fusharës, të cilat janë miratuar me vendim Këshilli, vendimi numër 47 të vitit 2025. Kjo tabelë është paraqitur dhe në mënyrë grafike për të pa peshën e së cilit të zënë të ardhurat të buxhetit. Si shihet, transferta e pakurzuar ka vlerën më të madhe, në vlerën 32%, transferta sektoriale në vlerën 29% dhe të trashëguarat nga viti me parshëm 32%, ndërsa të ardhurat e veta zënë një peshë prej 6% në buxhetin e Bashkisë Fusharës. Në tabelën e mëposhtme janë paraqitur realizimi të ardhurave për periudhën. Siç e dimë, me vendim Këshilli, të ardhurat në total janë planifikuar në shumën 28.5 milion lekë,
dhe janë realizuar në një nivel prej 53% që në 4 mujorin e parë, pasi bizneset, në përgjithësi bizneset e rregullta janë të vëmendshëm që t'i likuidojnë sa më shpejt detyrimet që rrjedhin nga paketa fiskale e vitit. Kjo tabel e realizimit të ardhurave paraqitet dhe në grafike për të krijuar një ide më të saktë mbi të ardhurat që kanë peshën më të madhe në të ardhurat e veta të bashkisë. Të ardhurat janë realizuar në vlerën 15.2 milion lek, ose 53% e totalit të ardhurave. Peshën më të madhe, duke referuar grafikut më sipër, e zënë të ardhurat nga qërat, tarifa pastrimit, sponsorizime e tjerë. Përveç të ardhurave, bashkia për të përmbushur detyrat e saj funksionale ka dhe shpenzimet. Shpenzimet janë paraqitur në nivel programi. Praktikisht me metodologjinë e re të buxhetit kena 5 programe, të cilat paraqiten në tabelën e poshtme, si dhe nga këto 5 programe janë planifikimi dhe fakti për periudhën 4 mujore. Po ashtu si të ardhurat edhe shpenzimet kanë një realizim të kënaqshëm, prej 57.3%. Realizimi më i madh i të ardhurave është në programin e punëve publike, pasi aty janë dhe pjesa më e madhe e shërbimeve që ofron bashkia. Këto janë shprehur edhe në mënyrë grafike. Në tabelën e poshtë janë paraqitur shpenzimet në nivel artikulli. Shpenzimet për projekte, për investime, për paga, sigurime shoqërore, shpenzime operative, transferta tek individ dhe transferta të tjera. Këto janë paraqitur lani për periudhën, fakti dhe përqindja e realizimit. Duhet theksuar fakti që bashkia Fushars gjatë kësaj periudhe nuk ka krijuar asnjë detyrim prapambetur të ri. Kjo ishte një prezantim i shkurtër i raportit të monitorimit për 4 mujorin e parë të vitit 2026. Pyetje kam për shembull për tarifën që nuk kanë paguar, ose nuk kanë në atar, për shembull, shikoj dru vetëm 6%. Shikja dru, ndoshta fillon më avul. Fillon më avul, është Ose për 4 mujorin kush nuk ka. Shumë pakësie. Është taksa në renta minerale që ajo ose të paguar. paguhen në fund vitit e vaj, ja? Nuk po shoh, vetëm disa janë. Po nëse e shohim realizimin, është 53% i totalit, pra 28 milion që ka qenë për gjithë vitin. Vetëm për 4 mujorin e parë janë realizuar 53%. Ne di që po gjatë 4 muajve të parë, se duhet të punohet normalisht. I varet në periudhën kur i marrën. Okej, mirë. Prego, për kam të rëmujoj që nga ruzhise, ma. Ardhurat në fakt janë në nivelet të kënaqshme. Krahasu me vitet e tjera. Tani të thënë përpikjen tonë për raportin e monitorimit. Shpresojmë që realizohen pravat e politikës së përshëndetshme. Dhe kalojmë te tika, ne këtu jemi kushtinë ka diçka? Jo. Dhe kalojmë te tika 5 për vendim ke ishte periudhë, për shkollë.
Pika 5 përgjigje për miratimin e fazës parë të buxhetit apo pjesën 2007-2029. Tani, Po. Edhe kjo faza parë e PBA-s 2027-2029 është vazhdim i asaj që kena miratu ne tavonet buxhetore në muajin e tretë të këtij viti. Praktikisht nuk është se ka pas ndryshime nga ato që kanë qenë në tavonet buxhetore. Sa i përket fazës parë të bazë, duhet sqaruar disa momente që të ardhurat e buxhetit vazhdojnë të jenë të ardhura që vinë nga taksat dhe tarifat vendore, që janë planifikuar në përputhje me paketën fiskale të vitit 2026, transferta pa kurzuar, transferta specifike dhe transferta e kurzuar. Për 3 vitet e PBA-s janë të paraqitura në vlerë 3 burimet e të ardhurave të buxhetit, që janë të ardhurat e veta, transferta e pakurzuar dhe transferta specifike. Theksojmë se këto dyja vinë me udhëzim veçantë nga Ministria e Financave. Këto i kena paraqit edhe në mënyrë grafike. Kuptohet që pjesën më të madhe e zonë transfertat specifike dhe ajo e pakurzuar, pastaj pjesa tjetër i përket të ardhurave të veta të bashkisë. Për secilin nga vitet e PBA-s të janë paraqitur dhe në mënyrë grafike, për vitin e parë me ngjyrë jeshile, me ngjyrë roz për vitin e dytë dhe me ngjyrë verdh për vitin e tretë të PBA-s, pra nga 2027 deri tek 2029. Si që thash, plani të ardhurave shtrujt i njëjtë, nuk ka pas ndryshime, përkatësisht të ardhurat janë planifikuar sipas tabelës së poshtme, si dhe në përputhje me legjislacionin fuqi për taksat dhe tarifat vendore. Të gjitha të ardhurat e buxhetit të bashkisë për këtë periudhë afatmesme 2027-2029 janë paraqitur dhe në mënyrë grafike. Përveç të ardhurave, një zë e rëndësishëm i buxhetit janë edhe shpenzimet, të cilat lidhen mushtësisht me shpenzimet për paga sigurime shoqërore, për shpenzime operative, investime kapitale, transferta, emergjenca, kontingjenca, fundi rezervë e tjerë. Shpenzimet janë planifikuar në nivel produkti, duke ju referuar programeve buxhetore të mëposhtme, siç janë planifikimi, menaxhimi, administrimi, siguria publike, zhvillimi ekonomik dhe rural, arsimi, kultura, sporti, çështjet sociale, punë publike, si dhe një program i dedikuar për fundin rezervë dhe kontingjencën. Përveç vlerave të shprehura në këtë tabelë, këto janë shprehur dhe në mënyrë grafike, se cili prej programeve ka peshën më të madhe, sipas grafikut në poshtëm. Duhet të tekstuar fakti që faza parë e PBA-s paraqitet në Këshill pasi të vinë amendimet e Ministrisë Financave për fazën e parë, e cila është dërguar me shkresë zyrtare dhe është ngarkuar në sistem, por fatkeqësisht shkresa ka ardhur ditën e premte, pavarësisht të shkresa nuk kërkojmë që të ketë ndryshime të mëdha në këtë fazë, dhe përrjedhoi projekti për të respektuar fatet ligjore është përgatitur më parë. Kjo ishte një prezantim i shkurtër i fazës parë të PBA-s.
për prezantimin për Ministrinë e Rrugës. Kjo është për votim, kjo. Besoj që kjo është dhe puna e krejt shtafit, sepse ke thirë ke lidhë shqipat ose një kanë manë zyra. Po unë prezantoj punën e një ekipit tërë, grupit menaxhimit strategjik, cilat kanë ardhur në këto rezultate. Dy ndërpunë më të rëndësishme të cilës i kam këtu, drejturin e pyurës dhe përgjithësin e emergjencave civile. Raporti i performancës për vitin 2024. Tani, raporti performance është një dokument strategjik i cili bazohet në dy ligje të rëndësishme për pushtetin vendor, që është ligji 139 dhe 68 për financat e veçërisë vendore. Ky dokument përmban dhëna për shërbimet që janë afruar në bashki duke filluar nga viti 2021 deri tek planifikimi për vitin 2027. Ky prezantim mendoj që është ndër prezantimet më të rëndësishme, pasi paraqet punën e bashkisë, por edhe mbështetjen e dhënë për këtë punë nga dy, le të themi, organizata shumë të suksesshme në Shqipëri, dhe nuk mund ta nis ndryshe këtë prezantim pa falënderimin për organizatën Bashkitë Furta, e cila ka mbështet këtë proces, si dhe ambasadën e Zvicrës, të dyja donatorë të rëndësishëm në këtë proces. Gjithashtu, një falënderim të veçantë kam edhe për organizatën Smart Processes, e cila është zgjedhur si organizat për të finalizuar këtë dokument të rëndësishëm në Bashkinë e Fusharit. Ky dokument i paraqitet bashkisë për të dytin vit radhazi, pasi vjet është përgatitur nga të dy organizata, edhe donaturi edhe mbështetësi, ndërsa si vjet është përgatit nga grupi i punës i ngritur në bashki, kuptohet në asistencën e tyne organizatave që përmendën më sipër. Dokumenti përmban dhëna për gjitha programet buxhetore dhe për gjitha funksionet që bashkia ofron, duke filluar nga arsimi i mesëm dhe ai bazë, menaxhimi i infrastrukturës ujitjes dhe tullimit, administrimi i pyjeve, mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile, menaxhimi i mbetjeve, kujdesi social, shërbimet publike, rrjeti rrugor rural, policia bashkiake, të ardhurat, shpenzimet, buxheti i bashkisë e tjerë. Për secilin nga këto funksione janë të përgatitura si në mënyrë tabelare, edhe në mënyrë grafike, të gjitha shërbimet që janë daportësu me organizatën mbështetëse si të rëndësishme për këtë proces. Me radhë, po i marrim arsimi bazë dhe arsimi parashkollor, dhënat nga 2021 deri në 2027, për disa nga komponentët më të rëndësishëm të performancë, shprehura në mënyrë tabelare dhe në mënyrë grafike. Për shembull, nëse shohim grafikun e numrit të fëmijëve të regjistruar në sistemin parashkollor, shihet që në vitin 2024 ka pas rënje, pavarësisht se bashkia për 2025, 2026 dhe 2027 ka planifikuar një numër stabil, por është një element që prek në përgjithësi shoqërinë shqiptare.
nxënës në arsimin nëntëvjeçar dhe këto janë të shprehur në mënyrë grafike në të gjithë territorin e bashkisë. Numri i mësuesve në arsimin parashkollor, shpenzimet e programit të shprehura në mënyrë grafike, arsimi mesëm, numri mesatar i nxënësve për çdo punues në sigur, numri i regjistrimeve në sistemin e arsimit mesëm, menaxhimi i ujitjes dhe kullimit, një tregues i rëndësishëm është për shembull kilometra kanal pastruar për kundrejt totalit kanaleve ujitse që janë transferuar bashkisë, e shprehur edhe në mënyrë grafike. Rrjeti i ujitës i mirëmbajtur në kilometra për periudhën 2019-2027. Të ardhurat e bashkisë dhe realizimi, administrimi i pyjeve dhe kullutave. Për këta kena dhe drejturin këto që mundet me na dhënë dhe në argument shtesë, pasi e ko... Sa për të marrë për i vinimet e mija dhe të klasë. Numri i kontrolleve dhe inspektimeve të kryera në pyje, shprehura në mënyrë grafike, numri i punuesve për 1000 hektar pyje dhe kulluta për periudhën 2019-2027, mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile, shpenzimet e këtij programi për parkun kohor 2019-2027, rastet e menaxhuara të situatave emergjente, menaxhimi i mbetjeve, raporti i sipërfaqes të mbuluar me shërbim, sasia totale e mbetjeve urbane e prodhuar në parkun kohor 2019-2027, çështjet sociale, treguesit përkat të këtij programi, shpenzimet për pakun në lek për harkun 2019-2027, numri i personave të asistuar me pagesë, invaliditeti dhe paaftësie, funksioni i shërbimeve publike, treguesit e këtij programi, raporti i sipërfaqes gjelbër të mirëmbajtur për drejt sipërfaqes totale të gjelbër, shpenzimet për shërbimin e ndriçimit, të shprehura në lek, rrjeti rrugor rural, me treguesit përkatës programit, shpenzimet për këtë program në parkun kohor 19-27, rrjeti rrugor rural në kilometra, i shprehur në mënyrë grafike, policia bashkiake, shërbimet që ofron si dhe treguesit për këtë program, burimet njerëzore, treguesit e programit burimeve njerëzore, një ndër treguesit të rëndësishëm për shembull janë ditët e trajnimit, numri i lëvizjeve nga puna, rritja kapacitetit punuesve, të gjitha këto janë shprehura si në mënyrë tabelare dhe në mënyrë grafike. Të ardhurat e bashkisë, gjitha burimet e të ardhurat
e veta vetëm të bashkisë, buxheti faktik i realizuar në lek, treguesit e buxhetit faktik të realizuar për 2021-2027 dhe ishte një prezantim i gjatë, besoj me vlerë, pasi treguesit e performancë, është viti i 3 vjet që janë tregues të cilët në fund shpërblejnë çdo bashki me një grant të dedikuar për performancën. Kështu që besoj Bashkia Fusharës ka qenë në 10 vjetën e parë në Shqipëri vitin e kaluar. Shpresoj që të ruajmë këtë trend edhe këtë vit në mënyrë që jetë sa më e madhe shuma përfitimit nga granti i dedikuar i performancës për këtë faleminderit, kaq ishte materiali. Kena avantajet për kena randën të rëta. Atëherë, kalim të piga shtatë, kështë për gjithë. Piga shtatë për genin për njëtimi të në të bashkimit të ekonomisë të Eurososë në të regionin e Socialistë Bashkisë Fusharës. Atëherë, piga shtatë edhe tekja të milave, por për të shmira edhe piga tjetër për genin për njëtimi të në bashkimit të ekonomisë të Eurososë të Shqipëri, të të regionin e Socialistë Bashkisë Fusharës. Për në radhë. Përshëndetje të gjithëve, duke pika 78 lidhe në pikën 6 që tha Dritani, ku 25% vlerësimi nga 100% të performancës merren vetëm nga artimi i planeve menaxhimit të këtyre rregullave. Pra, janë ndër 10 bashki që janë punuar shumë në artimin e planeve menaxhimit, dhe 25% drejtore vijnë nga performanca nga artimi i këtyre planeve menaxhimit. Sot prezantojmë 2 përvenime për miratimin e planit të mbështetjes të ekonomisë së rregullës, i cili është shkaktuar sipas manualit të Ministrisë së Turizmit dhe në mbështetje të ligjit për mbështetje për licencën finale për veçërisën e dorë dhe ligjit 57/2020 për pyet 1.11.2 kërkon miratimin e Këshillit Bashkiak për vazhdimin e procedurave për miratimin në Agjencinë Kombëtare të Hyrjeve dhe Ministrisë. Siç janë gjitha planet strategjike tashmë në ligjin e përputhshmërisë me kërkojnë miratimin nga Këshilli Bashkiak. Plani i ri është funksional për vitin 2026-2035. Është shkruar me gjitha detajet, përmban tabelën e poshtë me për të nuk kemi në relacion gjitha shpjeguese, gjitha të pjesën e këtyre kullokave. Sipërfaqe përgjithshme prej 3.112.6 hektarësh, nga këto 1.320 hektarë në tyje, kulloka 22.7 hektarë, sipërfaqe vlerësimi i uranim 1.168 hektarë, tjera 307.4, jo produktive 168.6, urbane 31.9 dhe bujqësore 73.2. Të totala kanë i menaxhimit ka një sipërfaqe për 3.112.6 hektarësh. Detale teknike, nuk në relacion shpjeguar për deshëm u gjatë, por është totalisht e funksional. Përmënat përditësimin fakt inventar. Inventari si e parashikojmë tavën. Inventari i fundit është bën vitin 85, por shikojmë se si prova kanë shkuar totalisht, që inventari i ri është në 2026 dhe do jetë në funksion për 10 vite të ardhshme. Pra, se këtë jo e thashë fjalë shumë përgjithë të vogla. Do të thotë që titulli mirator që vjen vapor që të ta lidhim këtë territor. Se faktikisht aty të rëzohet që bëjnë letra, po themi ne që kanë qenë letra ku piun ato inventarët e
kryojnë dikur, edhe në fakt vjen një moment që ti dëshosh realitetin. Se nësja për si ka shku përgjesi politike. Ja marrë përgjesa politike për të dy projekte, si pra planin e Vostës, sa për kanë marrë pjesë kryesisht banorët e çadrave janë çarsu, kanë bërë gjërime, proces legalin e kanë në dosë të tij të shqiptar, nëse është mirë. Ideja është kjo, në fakt të shallon në një zhë, prokurisitet. Aty në fakt njerëzit kanë diskutu, për që bëhet tja, bëhet për investim. A bëhet për të projekte, paketa, male, tjere. Pra se njerëzit, kur bëhet një takim, pysin, në fakt edhe ne duhet pysin, si rregull, të hënë qëllimi në fakt e herë para ta njohim sonë. Ne këtë një atërim që ta njohim, po kjo përmeni njohë dënë pastaj ma vënë edhe i faturën financiare, që kena qërë. Pra atë një atëve dhe pastaj kërkohet financim, që financimi është kërësisht i projektit, po dhe njërë financimi privat. Po, me programet e reja, për që pritin të hapën, kjo është një peshaport. Se në gjitha programet e reja që kërkon Bashkimi Evropian, përpara të kemë si çdo plan, siç është plani social që Bashkia Fushorësit mos i ka miratu planin social vitin që kaloi, ka apliku vitin këtë vit për vazhdimin e fondit social për 3 vite dashme. Pra, çdo gjë do të jetë e lidhur me planin strategjik që ka Bashkia. Në një ndër masat është pjesa e parë që përfshirë ose EU for Forestry që do prekun gjithë një bashki, domethënë. Do të jenë parashikuar me gjitha udhëzime, përmirësime kryore, përmirësime kullota, ndërtime lera plasmase, ndërtim pritash, gjitha janë parashikuar me planin menaxhimit për vitin. Dhe kryen në ato parcela që janë më të nevojshme këtë marrëdhënie. Bëjë përshtypje me këto digjesa, dhe të kjo po digjesa të tjera që bëhen, kërësisht janë banorë që janë të usur. Nese, e para si jam më bënë, fakt ati që... Jo, nuk tash jam më hu, unë tash në përfshirë dhe banorë që s'janë të usur, që janë shkaje, unë kam morë informacion që edhe nuk janë njëftua, e jo për këtë rast, nuk të për këtë rast, për të gjithë që sa shumë. Ashtë i të të që tjetë të më përgjësisht, të 25% punojë që një morën për gërë. Para se në full, në fakt sekretarja, du më bënë një shumë opinionën të një personal, që më bëmë më të një. Faktikisht nërgjëzja qytetare është diska e premshme. Nërgjëzja si qytetare. Dhe pjesëmarrja në qeverisje që të të tjetë në dhaja, në fakt pjesëmarrja si pa qeverisje, ty të shumë të marrë pjesë vetë. Po s'ka se marrë pjesë pa e do, dikush një të më falë. Shiko. Nuk thash ashtu e këto, Në qenë të na, okej. Në faktin në pjesë të qenë në interesum, ne jo këna shumë shkipë. Në kemi shkipë. Me karierë. Edhe miserat e po të të impresion, imaginare katastrofë. Se njerëzit disa bëjnë negligenti, na nuk e di se sa bëjnë, të isu njëftim e ti shtonë edhe me kruj dhe nuk e vjenë. Dhe pas taj të në grupë të lanë kërë. Jo, kërë. Përgjësia është edhe të lojnë në kërë, atë të dhëtë në kërë. Ne kena po këtu para ka një 10 vjetë, o përse një 10 vjetë, isha një dëgjes publike me qytetin, se njërë të rishim të kërës në vishin asë një këtu. Po normal që pas të e të gjithë administrata. Atë e një të të kërë, një dëgjes publika të për qytetin, nuk në vite kërë. Dhe në fund punë të dispozitë për qytetin. Vëndane, është pak edhe përgjësi e vërshme e njerëzës me marë pjesë. Absolutisht që unë jam që ne du të bëjmë shmosin që ta zgjojmë, duke e njoftu, duke diskutu, njërë që si të thane edhe ne jena ma të shlirum, edhe jena ma mirë me vetën gjojnë, po marim edhe një opinion ma të drejtë.
Unë pas personin për Blerin, unë njëf persona që janë shumë adap se njëf janë të gati në 20 vite, shumë ma mirë se ato që ka qenë të gjesë. E normalisht, ato që janë përmjoj, që me rogër nuk posë si të dërë kumër, me thanë që këtë projekt s'portash për konkretisht, për të rastë të tjera. Kjo, për menimi të tërë, ke pak projekti të resin, menimi janë. Dhe sa, menimi janë ashtë të kjo, edhe unë e ti, kam rastë. Si temperatura dhe si këndi me gradë shprehen për në fakt e bëjmë televizionat të Në ka qenë të qesë pak më pëlloj, si të da unë që e që zoni së së me full. Ba në më kjo të të. Po ka të rrasë konkret, asë s'kam qëtë e një. Po me shë e u pjesa të gjesa. Në ga 24, më të gjesa për postën, në Qërpani, dhe në Blerin është marrë në ga 25 të shorë, dhe gjesa për atë planin e vazhdimit sa ka dashmë. Në datën 24, 25 marrit, muajit kalim, 30 ditë më përpara, ka dalë njoftimi për dëgjes publike në siglën e Këshillit Bashkëkombëtar. Don me një herë njoftimi ja kam kalu Këshillit Bashkëkombëtar dhe grupi urtësor civiline. Një herë e kam publikuar te faqja e Facebook të Këshillit Bashkëkombëtar. Një herë e kena publikuar te website-i i faqes zyrtare të Këshillit Bashkëkombëtar. Nëse keni vënë re te faqja e grupi urtësor, unë kam përpara çdo projekti kam përcjell te ju, ka dy projekte të planet e marrëdhënies që kam përcjell më para se projektet e tjera. Lidhes pa u bën dëgjesa publike në mënyrë ju si këshilltar ose se këshilli organizon ta dëgjesa publike. Kuptohet përmes sekretarit të këshillit dhe kryesisë të këshillit, ama që ju të jeni ndjeni më përpara se gjithë të tjerë për të planin e marrëdhënies. Ne ju kena dërguar informacionin e njoftimin në formë të duhur administrative, gjithë kryetarët e shatrave i kam telefonuar vetë një për një. Dhe ju kemi në ndërtyrë që ata të marrin të gjithë banorët, sepse ne kemi pa mund të marrim gjithë banorët, por për dy shtatrat e administratorëve japim në ndërtyrë dhe kanë thënë po, nuk do të kalojmë të gjithë. Që për pjesëmarrje, që për tieni, që për projekt. Pa krejt vesa që mund të pak janë largu njerëzit. Sepse edhe te plani mbashkërimit, mos harroni, edhe kjo kur e hedhin diçka letër, në fakt marrin edhe opinionin e qytetarëve, të zonës, të banorëve të zonës, sepse ti merr një koncept se çfarë zhvillimi të marrë ajo zonë. Jam gabim? Jo, shumë qartë. Pra, do të thotë, jena shumë të interesuar edhe ne, në moment që gjithë duhet me qenë pjesëmarrje sa më e madhe. Për shembull, në Sakat, në Blerin dhe Gjesha që udhënon, banorët kishin përkullshin kërkesat e planit menaxhimit në kërkesat e banorëve, sepse për shembull kishin problem pastaj me shtëpinë. Dhe në plan menaxhimi është vendos pastaj një shtëpies në hyrjen e 42 hektarë. Pra, ishin një nevojë plotësuar. Normalisht, dhe pasyrë fort, dhe pasyrë e nevoja që ka komuniteti. Se s'mund kishte. Unë personalisht kam marrë dhe agrologjinë në stafën, që ato në sezone, dhe i kam kërku aman nga njëfton njerëzit që të jeshi prezente të gjesa. Për një përketës desën dhe që në tjërë në të marrë por përgjithë. Nuk jam për rastin konkret, asë që por ka arsies disa herë që të gjesa përgjithsisht 90% janë punëvejtë. Po një punëvejtu ma e zotin me shuzonë për që përna për bote gjesa për është përdarë në budgetit, në para një të rritë. Nuk ka rastin, ti punëvejtë, si me rogën bashkim ka të ndrudëm, a mund është me shuzonë për shtasë nësë mund. Që ke vje pa për punëvejtë, ka të Kapiteni e personit, pastaj Duke fonda me se më thonë kanë mobile unë sigur zonë për një bërë shqiptarë të çdo të gjes një është nëse kanë të po sidomos të komunitetin ku atë jetërë. Aja në të mos dëshpëri, se ati me shku me përgu vota prapë.
ku si interesu për problematikën. No, nel prefigurator, un disegno su di. No, pensa? Po. Njëri pasor se do votojmë nga ajo që jemi dakord me dita ajo. Ashtë të mërshme. Vetëm mund dollë, vetëm më shembull, nuk ka shans më ndodh. Po ajo nëse rregull. Biznesë publike. Nuk i besoj nëse sa me sidomos të kanë në azil. Për me azilin në taki, të uha, të taki, po ajo nuk pushesh as të lojzone të plani të interesat e banorëve. Për mu, zdo t'ishtë njësë. Bizesa publike për të kanë me azili. Kurse, Bizesa e përmirësën planin e partisë. bravo. Se të jetë një ide e zanë autorëve apo arbitës. Art një, si thojnë, një Konsultim. Konsultim. Po, pra. Desha më të që se nuk e lësën që të komunitetit për kase. Asi që dhe pa morë për shahon. Në qëtës e një për të kështenjse, merë marrë projekt, më pa sensibilizën qytetarë, ose një pjesë tjere do mu zhvillu me energji të renovueshme, ose pyt komuniteti, do një gjesë tjetër ajo. Përstire se pa një gjesë sot tjetër është për të të çdo lloj ndryshimi në ambientin e tyre do një gjesë tjetër. Po kjo është më shumë procedurale në lejon. Për sa një ligjin edhe me një administrije të do të bësh një gjesë. Por një gjesë, si të thonë, me mod pyllin, kënë që e kena prënë si bashki, dhe të përshamu më pyllë po, a dhe me mod të familja. Se zdo da mos ishki? Zdo da mos, pra e kanë bu një që më të mërë përgjithshme. Po, nuk me në që doktor e familje në regjistimi, shau, disa njerëz edhe nuk janë të interesu marrë shau në takim, se i duke pa vlerë. Unë ka sa më një film. Ne të profesionalat e qësiu. A nuk është se banë në shumë se qëra nësë dhe aspekti. Atëherë, për pikë është provizionimin për miratimin e krajnë bashkërimit të ekonomisë të jure grosë, në teritorin administrativ të bashkërimit shoqëror, si që prezentoj edhe territori, edhe si që kemi në grosë, atëherë kushër të bërë të provizionimin dhe parashikoj nga Veshëria të jure. Abstenir, Wonder, nuk ka një bërë në bërë shkota. Pika T, pra, Plani menaxhimi. Përmiratimin e planit bashkërimit të ekonomisë të jure sakat në aktivite në teritorin administrativ të bashkimit fuqar, kushër të arrot përmiratimin e projektit sipas Qarë mos është është më për pjesën e pyllës anti. Po, ka tjetër. Tash, ka një diskutim që me kalu pjesën në shfrytëzim. Pra, por nuk mendoj se është idealja, masi sepse bëhet objekt kërkesë. Ne japim shembull kërkesë, me kalu pjesën e shfrytëzimit, i pyet që është djeg. Kështu që t'ja lëm natyrës, t'ja kthehet natyrës, të nuk janë çfarë bajnë, për mëshë edhe me shfrytëzim, Kemi një pa të qenë për ofër që si doa. patjetër kemi qenë prezant, kena faqe, kemi qenë. Jo, edhe ma pa flasë. do me lënë për shfrytëzim, Nëse këshilli bashkiar arrin menimin që dënë me dhënë, jeni mbështetit që dënë me dhënë për shfrytëzim, ne plotësojmë gjithë dokumentacionin e qeverisë. Ama përgjithësi ka opinionin e suajtë gjanë, nuk majmë sepse ne bëjmë një shembull i keq që fut një flakën dhe ne kalojmë përse për shfrytëzim. Kështu që ajo pjesë zero, absolutisht, ajo pjesë do të rikthehet natyrës, ka filluar rigjinerimin, një pjesë që është e padjegme, pjesa tjetër që është djeg, ne kena bërë vlerësimet përkatëse komplet, i kena përcjellë në instanca, por nuk mund bëjmë ndërhyrje në proces shfrytëzimi. Teknikisht bëhet, si rregull dhe në bazë ligjore, por ne mund të japim shembull komunitetit që pyet që është 10 vjet, hajde ta shfrytëzojmë si vjet, dhe na vëllojmë pastaj fenomene të tjera. Qëse ju jeni dakord, Këshilli Bashkiak na thot, Jo, falë, do të jetë bona për me.
Atëherë, që për vendim për miratimin e të bashkimit ekonomisë jugoslave në territorin e administrativ të bashkimit fuqarës, konkretisht një projekti të bashkimit të shërbimit liber, kundër ka absoluta miratimin e numrit të votave të personave. Atëherë, i ka dhënë për vendim për miratimin e hartës superficore të Kufit Vendarës Administrativ Territorial të Njësive Administrative dhe Shkateve Vendeve të Bërtit në Bashkimin Fuqar. Selim. Përshëndetje. Në kërkesë të drejtorisë përgjithshme të gjendjes civile në organin e njësisë mëshme, na është kërkuar përditësimi kufive midis fshatrave brenda njësive administrative. Kjo është nisur nga problematika që ka ndodhur konkretisht për dy lagjet e ish bashkisë së vjetër, Pale dhe Mushaj, që në aspektin administrativ janë me fsharsin, ndërsa tek sistemi adresave janë me qapomalin. Dhe ky projekt vendim ka të bëjë thjesht vetëm me saksimin e hartës deri ku shkon kufiri midis këtyre dy njësive administrative. Ndërsa për kufirin administrativ të bashkisë fuqarës të bashkinë të tjera është procesi është mirë në vitin 2019 dhe s'ka pas asnjë problematikë. Është fiksë po rata fiksë SPL. Po. Aty është kufiri. Postin të shkrimën dhe stadit të bërë. Gjithë ky material, Aty njofim kufirin. gjithë ky material kartografik, manual dhe elektronik do markohen të faqja e sistemit të adresave dhe Përgjithë për datëse? Dite mua adresa, ku ka hakunu. E kish pra. Përse ku ka aplikoj për një licencë, për nuk dhe mu licencë, apo se futa adresës. Thelbi këty për i vendimi kjo është, vetëm saksim të kufiri, asë gjë tjetër. Okej, atëherë, a kena një gjanë të diskutu? Atëherë, të një falenderoj, ku kërë të kërë si pas projektit të prasit nga teritoria e urbanistikës, nga zyra urbanistikës, për miratimin e arës të përësëror të kufirit të arës administrative territorial, të njësive administrative dhe shkata e landë për përës të zyrë dhe përshqipit. Kur është pro, kundër, absenim, nuk ka mjardët me numrin e gjot të sërtave. Kika dhe... Ha? Shiko, vallik nisë folja të fuqës. Me letra edhe fuqërës e shakë. Pastaj, ishte. Esa adresa dhe Pika 10. Për vendim për miratimin e kërkesës bashkisë fuqarës së bashkë me dokumentacion e nivelizim për aktivimin ndihmës financiare për familjen e zotit Zahir dhe mjekëtën e banorëve të pallatit në rezervë për sektorin e fuqarës, apartamentin i cili kërkon në zjerë rëndë, Atëherë përshëndetje të gjithëve, atëherë siç është shënuar aty me datën 7/6/2026 kemi pas djegjen e një apartamenti në fshatin Qytet Fusharës, në qytetin Fusharës, në apartament i ndodhet në pallatin poshtë gjimnazit. Apartamenti inicial është i shtetit Vladimir Totaj, por në përdorim në momentin ndodhjes së ngjarjes e ka pas shtetas si Gjavalin Nikol Ndoj. Me njëherë pas marrjes së informacionit për ngjarjen, Bashkia Fusharës ka ngritur grupin e punës dhe ka bërë verifikimin e dëmeve shkaktuar nga zjarri i rënd dhe pas konstatimit të dëmeve është bërë plotësimi i dokumentave tek niveli ligjor dhe hartimi i proceseve verbaleve dhe preventivave të dëmeve. Jena krejt kena qenë pjesëmarrës, si dojnë reprezent të gjithë kohës, rëndësishme është ju të keni bërë dokumentacioni si që kërkon ligji. Po, atëherë pas hartimit dokumentacionit, vlera totale e dëmit është 1.272.437 lekë, por në bazë VKM 329 që është për emergjencë civile, ai përfiton vetëm 50% të vlerës dëmit dhe vlera që do të përfitojnë është 636.219 lekë. Po, objekti. Bashkë me, ku pjesë e kësaj është edhe vlera e preventivit strukturor dhe vlera e preventivit të mobileve. Janë bashkë.
atëherë të ndarë këto në pjesë të dosjes janë po. Kanë gjëra teknike këtë që Po. Për shembull, personi që do të them se ka ne Po. Po. Si shkëtërej dhe fëmija. Po. Fëmija të mëhanë, si ka si do. Të, çfarë mënyrë ka këtë mund shtetë. Atëherë neve duke qenë se kjo familje ishte të jetuar në shtëpinë atyre, por nuk kishin dokument zyrtar, domethënë që ta lidhen me ngjarjen. Po çera mos, po s'kishim një kontratë realisht. Neve kemi marrë një kontakt me zotin e banes dhe kemi rënë dakord, domethënë në parim është rënë dakord që vlera e preventivit të mobilive, që është diku gjysma vlerës totale të shumës, do t'i kalojnë familjes po, të ndërmë, ndërsa pjesa tjetër... Po një zgjidhje që këtë pushtetin. Ne kena mundësi vetëm për mobilje objekt. Jo, s'kena mundësi tjetër, ja. Atëherë, Po. me që besoj jena laj, e shfrytëzoj edhe rastin. Në fakt që unë po thirrje që të pushtesin familjen e Zëvalin Ndoj, që në fakt ka qenë Shiramas dhe Nikol Ndoj është. Nikol Ndoj, okej, po, është tek banesa Vladimir Toplanaj, Nikol Ndoj. Ka qenë të Eduard... Ke Vladimir Toplanaj, po, banesa Tota, më falë. Pushtet muzime që do në familjen e Nikol Ndoj. Kërkosisht familja e të teknikshë, por një po, asi mundësi... Aktualisht, bëjmë një thiri, kush ketë mundësi me sensibilizu që ta mbështesin, në mëhanë, se të realisht ato jenë familje me tardhura pakta, familje që ato përpisin me punu, sepse nuk bashkë për të njëna, kjo kërë familjari punën një mirë, kanë edhe një smurë familje, Faktojmë një person, doktor. Faktojmë Francin, që mi mbledh edhe si donacione. Faktojmë një person, sepse na mund bojmë tire për donacione, po Francin është ma investueshmi. Njerëzit duhet po thotë si tek shysh. Kujt kam nga vanë, unë du me avanë, si që ishtë ndu me një vëllë personi si aja për. Do Frans, dikush do leni mu. Okej, ne mund ta përkrasim. Edhe një falenderim në një armo, ishtë ose përnuar i banerës, të dalim një këtu. Sepse është gjithë njërë perfekt, në kena komunikume, ta? Është një kjo që ka prish pasurin e vetë normalisht, a i ka thonë që që nga kështu ato, nuk ka nga së bësh, asë në zonë, dhe ka që një gjallë shkëllqishë. Po, më një me qenë shumë I kena thonë njëme në dhe ne, për me bërë disa, a ka thonë mund të regulloj vetë, që ne dimë edhe hyrja këtë, është prish rëzik. Por, edhe për këtë familje, ne kena shiku ku gjajnë një shtime që ra, ku, edhe bëjt dikë në ofën qytet, qytet pijas pa dhe shpirë, nëse dikush kontribuen, dhe ishe gjash, shumë njërë, por, njerëzit nëse më hëndë, se janë. Sa në të rrëmës e familje? Ka dëmentarë. Një vajze, Pasatizmi me... Po pra e tjene e ashtë e kopë në diqe. Bani ju mirë është. Besër për është të, besërët e kanë dy E kanë dy fish, no? Besërët e kanë dy fish. Me liqë. Kush është besër, do që ose vali pas për shemë, rasti konkret, vali zjerë x herë 2. Frans, me i përshtat, shkemë se ti, ato edhe jetim të kisha, edhe për momentin,
Këtë edhe në fakt isha ka vënë kontribut jashtëzakonshëm, domethënë në kohëllishi me kohë që kur është shumë fëmija për mu diagnostifiku, domethënë ka qenë kontributi drejt për drejt i kisht, është fure diçka të fëmija, diçka që nuk shkojnë, a referu rastit tjerë, domethënë kontributi tyne është i padiskutueshëm. Edhe me thonë të edhe nga të që jam e të shu aty të shkojnë e të nuk e nuk i qëllë për zishka atë nuk e dëllin asë i lërë. Të zoti shkojnë tonë, do të përshke mu. Të zoti po në tonë. Të zoti në shkojnë. I ka funit e zykimit të aktensi dhe nga të rgojnë si ku të shkojnë. Për nga shkojnë Atëre, se ta kalli kushar të akord me prevenimi për mjështën me kërkesë bashkisë fushorë, së pashtë të vëllëtyrë teknikë-religjionë, pra kërkimi në financiarë për familje zërës dhe libertyre, për e nësë në pavatin në 6, në personatin e qërës në fushorë, apartamentit që të reprezentojnë në zërë i rëndë në 6, 7, 10, 15, akordimit dhe përdrymit të edhimi në vëzit në bashkisë të zërë në zërës fushar shprot, Kundër abstenim një atët me numërin e të votave të shumëse. Ju të në shumë, Francë... A më dhe të qajnë, po. Në njërë kategorike në qovë se në një kamjen, kallë në për me shqytje dhe me dërë, dhe atë jonë dhe të në fejë fixë në stopën në nuk të një ditë ma për kërë. Kena kalu të pikat e ndryshme. Po, ka po atyre në kryetare bashkisë, në kryetare s'ka dërsh me shqytu, se di që e shumë të zanët, ka po atyre edhe ka po përsh në platë e nga kryetare bashkisë me vendë. Na këtë kam lërë me pashtë dhe ma përgjithsi që në mos më shqytu qytetarë, po kjo nuk të lërët më. Edhe si që vesh ka arë pika planë, janë qëtë ditë të kajnë. Je i ditë e një anë lege, po e të kajnë qëtë ditë si mas të rëzishë. Të mbëtë napsi, të mbëtë ditë, ajna gjohë, ajna shumë, dhe ne. Nga pushtu të ku përherë të që sajtë. Edhe tjetëra, është data 29 që shërë, nuk ka mu pazari edhe. A do, si me mund parking qena shqytë. Merë një masa, se vështu të eshe në ekipë. Keni një projekte të në tarifat e parkimit. Shëhen njës lanë, tina pje projekte, nga në një atyrin, shëhen njës ikun për shëvëpore, ikun për lektris, ikun për ashtu, që s'pa të famë, dhe nga parkojnë makinet deri në 5 pasite. Por në të shi, ne usë parkojnë të të lorë të pashimia. Asa morë që problem Tarifen, që se du të e leon atë, ka kujtë dhe të lek, shimë t'i vinë të armërat pashimit. Edhe për parkimin, po edhe për Fakt, kena shpi fjesë, kena dhe shtatar me pasë, kena dhe punime dhe zona, kena me pasë me unë dhe i mujtë jetër edhe thamë, mos të një shumë gjërë, kena një jasë, po kënë të të mujtë për të mujtë dhe Krydër ashtrit, shikoj, jenë çdo ditë aksidente të fusharës. Fati zotit, atë në animu zotit që s'ka pas të aksidentu me pasoj jetën e dhe të tëmtu. Në më thënë, ideja është këtu, e para dhe njëftëhen, unë faktikisht kam njëftu personalisht, i kam rakë për në policisë, sepse ne shojmë që ditë që ka në shpesirë e tërë. Para të bëjnë verifikimi i personave që nuk plësojnë kushtet për post patent. Imaginoni ju, me ju bëhet pikush fëmi stuj, që është një fëmi 16 vjeç. Ti si i zotit, asi që është më bëhet. 16 vjeç fëmija t'i gra makinis në qytet. Kjo është katastrofë vetëm fusharës në. 13 vjeç, 12 vjeç. 12 vjeç fëmi t'i gra makinis. Unë e di që kam letën e herë të bërë një shuzani. Ka një shqetësim, përdërimi i përdërusit pa patent, një dhe në moshë, dhe këta shpejtësia janë të rrezikshme. Po ndodhi pastaj dhe me ne ku ishte, a kuptën? Në më një pana,
si me njerëzit se sigurej që të arim ma mirë njerëzit. Dhe shikur qëtë zoni një këshiltare, imaginani një këshiltare ti, shka që me ta. U pare, ma që treta mërë që të të për të makina. A tu pa tjerë në të këtë të makina, preme me dhe mirë lekë të makina. Pa po që me kom parkim më bërë. Unë, ditë e prakte. Ditë e prakte, tu dhe kuni dhe në të shtia të si të harë makina e shlu me edhe. Nësi dhe në bos jërë nuk të sigurët. Nuk është parkimin e detyrim principial që ty të të avanë që kjo jam një kurizitë. Ti shkën në Lisbon e ki e votejnë 25 euro. A ki një shtarë. Ti me lënë që e ka pe njërë, kur shkësh aty, shkën parkimi ti 3 njerë ma shumë se ti. Se qytetet ndryshme në botë kanë problemet ndryshme, unë përmena një rast, personë që me kanë tërgu mua, që ka shku me matkin dhe ju ka ndodhë këtë fenomen. Të shi, sepse problemi është kjo, e para, ti sot në bashki ki territor, disa hektar, një 4 hektar e ki posh, ati posh, shkën ti parkojnë atje, e paguj paret, dhe zedë njërat paguj lekë dhe shkoj ka parkojnë. Asë në në kena të dërim për transportin publik, më falë një, transportit publik në kena të dërim. Po të stëjë, se... Po të e ku përshë në... Zgjezu që të shëmë në fusharë si... Unë kam mësë dhe i problemin me mori se ty. Asë se. Problemi e këto. Nga si këtë zona vëllë për herë parë, në kam mundra, po jam këtë si shkra, dhe dhe është i nërësime. A vëllë do të bëjë farë përstimi, jam një sësu se bëjët një, se kanë tentu një vite me i bëjë, që punës me kanë bëjë. Problemi është se du në bëjë dhe infrastrukturë për mjo mbjellë taksët, se që se Franci pagu, i në pagu, apo të bëjë, me kësë sash. E bëjë një pjesë, pjesën e parë dhe para turizme të dy pjesë një bëjë pagesë. Se që dhe punë s'ki ku përë. O, ma rakë që s'ku dhe punë. Dhe punë arvojtë. Shaf monitor një parkojtë s'ku dhe shtakse. Kena s'ku për punë. Po tabela, se do e lë parkimin ose të ndryshon. Po, Dhe polici vetë nuk din ku me në gjurën, sepse s'ki tabelë, ti se dit, ashtë në parku, ashtë në të më kanë duhet në mund tabela, ashtë. Problem të pjesa e tabela. Delis e kjera është pëtëdërë. Pëtëdërë e të sotë të njëtë se kamë, si që të në fara më të Shtë në një shmëgina të jërë. E para, po të e që të lërë e të fara me të makina. Por, pjesa rrugës me bicikleta sepse, a i projekt që është po këtu, ka kalu më shqilë. Sepse dhe fundi i shullim të rajonit e kërkën venim të shqillit, që ka kalu. Dhe po ju garantoj që nga mu aty i tjetë vendimin e këshillit, se si të krejtë e ardhë, sepse ta kërkon ty, do në hanë, ku ka pojë rrëgjidje në urbane, sepse se ka bu këtu, ka bu këtë nëllin, E kanë bicikleta kundër këshillit, se dion të cilë është kërku këshillit që është mu bloku kjo pjesë. Këshilli e kanë votu kundër. Këshilli ma pashë. Po. Kanë thënë deri në momentin kur bashkia të siguroje një parking, një rëfill për qytetarët, një rëfill në kuptimin që të makina që i kje këtu të gjenë kanë mu parku jashtë kësaj, nuk e votuin. Shikëse problemi. E para, zdo shilë dhe zdo institucion zenë sfidin përputhje në muzikë të para. Unë kam kërhirët edhe për diskutim, por kuhet të njërë që kanë bizneset dhe të ujtë të përvejtë që një njërë nuk është një kamin, unë me t'ime. Por ama, ti me dheti s'ka, ose në marë një shërbim të më senër, ti një orë e zhjurë dhe i dy shurë. Ama, nuk të 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 orë. Edhe në qëse do e ti kafe që deri në 2 orë, ki pas është marë kafe, ose nuk pra. Por nuk ka sens se këtu autorizohet, nuk ka sens me nejtë, sepse ti më vërë. E ti ju që ne autobuset nga paguin shera pratë dhe paguin e të. E paguin që tërë, po apo jo. Sa njëra e paguin ti,
që atë të bëhë shërbim publik, sa atë të bëhë transportin publik urban, kurse ai Karipi që vjen e len limuzinen, nuk e as taksa dhe zëllë vendin. Besë s'ka s'mendra. Jo, vani, gjithë autobusat, punët, nërmen vinë sepse ata kërkojnë, e ka lizë, kërkojnë vend parkimi, e kemi lizë, ke ministrisë kur merë, lisë, ti e ke dhe të misësh ministrisë, është apo jo, po, kena Po, vërtet, ti e është ministrisë vend parkimin, ku I lënë vë? Dakor? Jo, thamë pjesa shqetësuese është makinat që rrinë, Jo, ka janë shqetësuese, se dikush që vjen e parkon departament një orë 2 Nuk kena por jo të vjen para ditje, ik mas ditje. E lën një javë. Një javë, ja. Po vaj, në dërë mjesë që të pika më bashkëma. Para të djetë të një zhjilë kësa e punë, a ka ngrenë, fushërës, mos me gjithë vetë me parkun fushërës e ka ngrenë. Ajo në shumë specifik veqë, do ka milan goa makinave që të dhe Po ju pa në pagesë mërë e pojnë. Po ke para ka buri. Do ke shpinja. Kërëtar në të projektin, ne vendusim tarifen edhe... Do ka në menatosh, mirë do ka menatosh. O sa për të e mërë. Komisa me në shkak në mëllë. Për në gjërat kanë me parkua dhe nëmër. Unë sillen më 2-3 herë rrotull mjes me zëti vend për makinën. Nuk rritë për shorë, në për shorë në kohë. Në tabelave që ta të rritë për I Unë kam një zonë, sëti mujë kam qenë një rëshirë, të bona parkur, në ato kam parkur të treji. Se kam parkur një. Të treji, se të marrë. Unë dhe ura për një zhjeta I fletë dhe bësh. Pasë më kanë mund të të bashkisë të utohë në mund të zonë. Atë pasë pasë bitë për zi, më s'kallon. A qenë për shumë. Edhe unë që shikua dhe mos të jetë një familë se ka makinë një trajtosi. Ku mua një trajtosi mos një 20 dishë. Ku të shma të një gjova dhe pështu. Ku mua, ku e dhe të të rejtë më njështë të nëmë. Të të rejtë mua, ka me ka dhusë kam që bishme të ta pujpora. Ja gjysh. E kam partit keshë, nuk ka dhe së të jetë. E kam flasë. Po të nga thosë që nga gjysh, të nga gjysh, të të cimë. O ka grupën flet partimi ka bujt flet. Ajo ka gjysh, ka ma se Flet së s'ka në të sotë. Po flasë në pojë gjysh. Jo, së më franci. Mos për darë, për një të të Mos e pa të dhe të Për darë, ne kam në haku në të qendra qytetit. Se kam që problem. Në fasë, ne do të aminë për ty si për si poshtë, dhe të hadrasin për televizin qytetarëve. Unë s'di dhe marrë shkët, me një korrekt. Që se realizë kështë të thonë ti, se se alë marrë mësë tje, edhe s'li tishtë. Nuk e, nësë në Sepse, bëhë marrë jo, vjen se nga në diskutu të e qështë të kalu dhe si ka mjësi, për edhe ka kalu prek. E të ka dhënë hurë dhe hitë curë, kanë dhënë. Nuk kanë kanë me lejën të enë, dhe kanë kata kamiona, nuk kanë Jo, kanë me lejën të enë, po unë e vojë përgjësi se të bërë. Unë jam e përshën se s'pun hitë nga përgjësia, unë kam I të bërë punë. Ka për në këtë thonë një fjallë, që se nuk e bëjë fjallë, në këtë thonë një fjallë ditë për në shënë të thonë. Edhe një zotë tjere kam pyjtje kam përgjëtore, përse janë një pyjtje tjera. Për projektin e pallate, a dumonë, a bonë, a vjenë, a Hapësirja, fjare më në marë. Unë dhe besu, nga se besoj shumë, pa fundu punime. Pra unë nuk kam asë herë në këtë shpere, ato në kanë thonë për 5 pallate të tjera, nga thonë edhe për shtesa shpërtimi, edhe për materiale të shërbejnë shaka, në fort të bajo të forë, materiale rëgjimi. Në momentin që të njëra tonë, në lëjë skelet, unë thamë ka fillu. Po fjore e kanë dojë. Se këllë ka herë si në kanë në lojë mësit të filloja, dhe kjo është pjesë e fundit, nuk unë e kam shprejnë, por si sa të më kanë thonë që e kanë përsunët, e kanë po ingjinirat e asaj, kena po kanë thonë, që shkjo jo dhe tjetë, që dhe tjetë dhe tjetë të intensiv takime në të sepse Për pallate? Ja, po. Ja, të bashki, shkoj një bashki atje, I nërë të thot një djemë buve. A keni zotë tjetër? Unë kam I zonë fakt krejt tjetër, se unë jam fakt edhe si profesor si komunitetit shqetësor.
Ne kena diskutu për me zëtin në arkimin e në disa grupë kolegë që kena punu në sistemin që përëm sistemi shqetsor dhe në fakt ka razmiti që ka punu në Sara doktori dhe ashtë moralin tonë si këshim bashkjak që shpallu që dhe deri sepse nuk Sara përve se ka përmasu një mjek dinjitës që ka punu në fushërë se vitin që në flet, me doktora e Persevesit, ka dhënë kontribut për para se në shku për mjësi, që në mjek, pastaj është diplomu, ka dhe është specializu për anatomi patologike ku ka qenë dhe rezultatet larta, pra ka qenë dhe student i mirë, por ka qenë profesionist i mirë, dhe nuk Sara kush i ka ra asajanit, të sej speciale ka pa, që nuk Sara ka dhënë jetën të punu, a i ishte një smu një ranë në kancerit, por ju dini shumë mirë që deri një vit, një muj para se në tek, a i ka dërë në punë. A i ka pas ka kalu dhe sfidat tjera shtetësore, dhe më thënë dhe në fakt e ka shku të drejtë në qërës, dhe është një nërë personat që dinitës për mund sistemi shtetësor, që i ka dhanë sistemi shtetësor jo vetëm si njek, por i ka dhanë si titularë, sepse Nucar ka punu shef shtetësie, në kone e partisë punës, por ama të gjithë atë që ka punu me ta, pavarësisht e ka qenë atë ishtë përsekutur. Kur Nucara sistemi shtetësor nuk e ka këthy, do në një sistem ku një partijak e një përsekutur njërës, ku se ka pas të dhe i modeli pune, edhe ma vënë Nucara ka punu shef, drejtër i shtetës së shtëpi, ka qenë kryetër bashkimi, kryetër komune, administrator, do më thënë ka qenë një njeri absolutisht korrekt, do më thënë dhe që aje ljulli jetë në fakt si një njeri korrekt, i nërshëm, do më thënë që aje rëpte nuk ju lanë lek në kuptimin, do më thënë sepse nuk abuzoj kur me punën, por unë mendoj që i ka lënë emrin e mirë, do më thënë familjes vetë, por mendoj që edhe emrin e mirë të komunitetit shtetësor të Ratit Fuks, sepse ku dhe që shkën në Tiranë, ku dhe Nucar ka qenë një person i respektu për mendimet dhe ka pas në mendimet drejt për drejta. Unë kam bote për që është e parimorë tisa herë, por kur Nucara dhe në jesër më kishtë në dhe të pi kafe dhe të ullë, për që është e parimorë, për konceptet. Por, absolutisht, aty debatet i kishtë aty për probleme parimorë. Dhe njoja, si gjithmonë, ka pas debate, si gjithmonë në rrujtë sistemin shtetësor difuz për hapën në tanë Ratin e Fuks, po flasë si ishtë si ratë. Kështu që nuk i di unë ju thash para praktisht, do thënë, sepse ne kena respektu figurat tjera, shumë modeste që e kanë merituar ato, sepse kanë përfasu diçka, por nuk të është një figurë me ndrej që shumë amadore, që është njerë i tonë, pak me respektu figurët e ti. Edhe me këtë rast zyshë nga, unë sepse ne kena burimi, sepse ka një burim të komentash, që me rëndësi bia i ka njësia me dërë, po i kam ne kena kontaktin e përmjet profesorit, por edhe drejtëri që kanë krejtë si bine vetë, kanë gjitha, dhe në njërë që me plëcu ato procedurë njëzjore, por parimisht në fakt edhe këtë mëj sëjshën e mishimit, ja ka dhënë dhe tipu e deri, të vëmën, e po pra, ka këtër, e me dhënë. Edhe të themi që më stani këshëm, kalam për deri një tjetër, më staj që të kalojmë po, unë kam për shamë disa ankesa tjetër që në shëtishin të përtonë shohat dhe shqiptiku, por në gjithë ka qenë kulturë, vëzhën, lojët, i bolët, për punë tjera. Jo, isha për punë për shumë, për komunitetit. Ose kam shërbyrja, kam 7 orë i marë, kam 25 km për me shërbyrja, por
njerëz aktuojnë për performancën tonë, për krasin për ma shumë të performancë rrugë ose zonës. Performanca e punës të bashkë. Kontor bashkia ka në fushën, do të bëjë shumë, do të bëjë pas të punësh. Është e rëndësishme se njerëz që shkojnë punë ose komuniteti duhet të jetë doa të komunitetit me punën e tyre. Njerëz që ditë në Itali, shoqërore, dhe një burë ka thënë një fort, ajo na tha për gahuar. Dhe tha, kam filluar punë në marrje, ora familje, të dorë, dhe i kishte dhënë pensionin. Po sikur ka dorë si di, se duhet. Tha, 7 vjet kam punuar, tha, në marrje. Mirë rrugë që kanë caktuar. Shkia të kanë shkuar ditë, se ka caktuar. Shkoja punë ka punuar një punë. Për me di se ku e ka punën. Edhe tha shkova e mora në patë një TV brenda. Sinqerisht. Ashtu vërtet, nuk është vërtet. Edhe tha, nuk kam shku ma. Nuk kam shku ma, kur? Kam dhe rëndësën, kam shku thash, a thu ma ta ma kështë e bërë. Kam shku me qyrë, ku kam shiku, kam gjithë patin, atë 5 vjetë e që ishte rritë bërë atë i ishte në bërë atë, ku ishte rritë në bërë. Në fatë, do me kam isha. Ta shu i patin, në ishte bërë, të sa me shetë e njerë në fatë. Mos t'ju hike në bërë për bjetë. Tash njerëzit s'më fërshë, si se rrati, njerëzit s'më fërshë. Lekin gjarë e me. Ate vine në Fransë, me thonë dhe të shimë se, jena, me thonë dhe bashkia fushare, janë fisnik, janë dhe të familje të tonë, edhe në teren, brava, nëse si e qëtore është një Falenderoj shumë për pjesëmarrje, atëherë e deklarojmë mbyllur.